Ka shumë si ajo mes nesh, por janë të paktë ata që guxojnë të flasin. Të tregosh historinë e jetës kërkon guxim, të përballesh me dhimbjen dhe ta thuash me zë të lartë kërkon një zemër të madhe. E tillë është Alketa Nushi. Për herë të parë ajo ka zgjedhur të ndajë me të tjerët një pjesë të errët, por jetike të jetës së saj, luftën me kancerin e gjirit. Një betejë që zgjati 3 vite, por që sot i përket të kaluarës. Unë quhem më shëruar prej 1 vite gjysmë dhe ndihem shumë mirë konkretisht. E kam kaluar të gjithë pjesën e rrezikut. Një lodhje vazhdueshme dhe një ngjesi pa rehatie që zgjati disa ditë, ishin sinjalet e para që e çuan 45 vjeçaren te mjeku. Nuk ishte dhimbje e madhe, por ndjente që diçka nuk shkonte. Nuk ndihesha mirë fizikisht, pothuajse ndihesha gjithmonë e lodhur. Dhe brenda javës më ka rënë 2 herë gjendja të fikti. Gjithashtu, në anën time të djathtë, vërejta një gjendër që po rritej me shpejtësi. Nuk prita më gjatë dhe kam shkuar të bëj një ekografi. Doktori konstatoi që ishte diçka jo e mirë dhe më orientoi që të bëja vizitat e tjera. E kishte dëgjuar shpesh këtë diagnozë, por tani ajo kishte një emër. Ishte brenda saj, një stuhe emocione shpërthyen tek ajo. Frikë, pasiguri, trishtim, pyetje pa përgjigje. Pyetjet ishin të shumta, mendja nuk ndalej. Kërkimi në Google ishte veprimi i parë. Aty gjeti gjithçka, përveç asaj që i duhej më shumë, shpresë. Ka qenë një emocion shumë i vështirë për mua. Ka qenë një ditë shumë e ngarkuar emocionalisht, ku zemra ime rrihte fort dhe mendimet ngatroheshin me njëra tjetrën, ku shpresa dhe frika ishin shumë të mëdha për mua. Do përballesha me të panjohurën, por si? Kjo ishte një pikpyetje në mendjen time. Ideja ime e parë ka qenë lundrimi në Google. Kam lexuar shumë. Dhe kam menduar se si do të bëhesha, domethënë pas të gjitha këtyre trajtimeve, domethënë e vija veten time përballë. Dhe nganjëherë ndihesha dhe keq sepse nuk do isha më ajo që kisha qenë më përpara. Domethënë nuk do ta kisha më atë forcën, më atë lirinë e kufizimit. 2 muaj para se të mësonte sëmundjen, Alketa kishte humbur babain. Dhimbja në familje ishte ende e freskët. Për ta mbrojtur nënën e saj nga një tjetër tronditje, vendosi të mos i tregonte menjëherë. Ishte nëna ime. Unë asaj nuk e kam thënë që në fillim diagnozën time, pasi nuk e mendova se ajo duhet ta dinte këtë gjë. Babai im kishte vetëm 2 muaj që kishte ndëruar jetë dhe dhimbja e saj ishte shumë e freskët, gjithashtu dhe e imja, por nuk doja që ajo të lëndojë edhe më tepër. Nuk doja ta lëndoja shpirtin e saj. Preferova që t'ja tregoja avash në fazat e mëvonshme. Nëse unë nuk do ta fitoja betejën me kancerin, jam shumë e sigurt që ajo do të shkatërrohej totalisht. Edhe sot që unë jam mirë, e kam kaluar çdo gjë, ajo mendon se unë jam e zëmur. Përveç mbështetjes nga familja, miqt dhe kolegët, Alketa gjeti forcën më të madhe brenda vetes. Kam gjetur mbështetjen kudo. Nëse unë nuk do ta kisha mbështetjen, ndoshta nuk do ta kisha kapërcyer të gjithë këtë sfidë. Kam gjetur një forcë shumë të madhe brenda vetes. Unë si natyrë kam qenë një natyrë shumë luftarake. Alketa është psikologe në një shkollë dhe megjithse trajtimi e raskapiti, nuk u shkëput asnjë ditë nga puna. Përkundrazi, i qëndroi më pranë se kur nxënësve dhe kolegëve të saj. Të premten kryet kimioterapinë dhe të hënën shkoja në punë. Përpiqesha që të organizoja pak kohën që mos të mendoja se isha e sëmurë. Pjesën tjetër të kohës e plotsoja me shëtitje në natyrë, nganjëherë bëja dhe sport. Ka qenë pak i vështirë për mua sepse në atë kohë do të thënë sigurisht që flokët të bien dhe unë kam qenë gjithmonë me paruke në shkollë. E di që betejë e saj është ajo e mira grave të tjera, ndaj zgjodhi të flas për të dhënë zë, forcë dhe shpresë. Sot në muajin e sensibilizimit të luftës ndaj kancerit të gjirit, Alketa nuk flet vetëm si një grua që ka kaluar këtë sëmundje, por flet si një zë shprese për të gjitha ato që po kalojnë një betejë të ngjashme. Ju jeni më të forta se sfidat. Prandaj mos u dorëzoni, sepse dhe mos e humbisni shpresën, se drita juaj është forcë për të tjerët. Ju jeni një shembull i mirë, i forcës, dashurisë dhe jetës. Unë jam një fakt që nëpërmjet dashurisë, forcës dhe besimit, sepse besimi ka qenë një ndër kryesorët, ja kam dalë, e kam fituar betejën. Prandaj dhe ju luftoni për ta fituar atë.